Plus edhe në kampionate ju keni dalë pothuaj çdo vit shënuesi më i mirë. Pa, edhe në kupa. Përse vaso është lënë hije kjo? Sepse basketbolli... Ose përse nuk ka informacion, përse nuk kemi, përse ne nuk kemi statistika? Me statistika ka, janë të gjitha. Atëherë përse nuk bëhen publike? Përse nuk kemi... Shiko, sepse s'bëhen publike, kjo varet nga ta që i kanë dokumentat. Unë të paktën që i kam lexuar një libër i Feti Borovës, janë 2 libra të Fetivit, një që ka dhe statistikat. Po. Dhe Fetiu thonë ka qenë i tmerrshëm për të marrë statistika. Po, dhe atje i kam lexuar gjithë statistikat që unë as i kisha. Po. As i kisha jo vlerësu, po duke ditë atë punë ishte zakonshme, s'kishte ndonjë problem. Po. Por brezat që ndrohen, tash i duhet dish në drejtimet, sepse federata i ka këto dokumentat. Po. Dokumentat janë në zyra. Nuk ja kanë ndjek dokumentat federatës. Nuk e di. Si çdo gjë kadastër, si çdo gjë çdo gjë. Si kanë, s'ka rëndësi dhe ndryshojnë brezat dhe brezat i interesohen për pjesën e tyre. Jo, unë me këtë jam dakord me këtë dhe kështu ndodh ke ne dhe pikërisht prandaj ne nuk ndërtojmë dot sepse nuk vlerësojmë dhe nuk e ruajmë trashëgimin ku të ndërhen brezat. Dhe krijojmë humnera. Qoftë kjo në politikë, qoftë kjo në sport, qoftë kjo në të gjitha. Pra ne rrëzojmë paraardhësin. Qartë. Kjo e rrëzimit apo mos vlerësimit s'ma hamendja tjetër e qëllimshme, po është nga njohurit. Po pra. Jo se është e qëllimshme. E qëllimshme është nga ignoranca atëherë. Ose është nga keqdashja, dy rrugën sepse nuk di ta them, por si historia e një familje, edhe historia e sportit, edhe historia e fushave të tjera duhet të ketë një nga vjen dhe ku shkon. Për shembull, unë ta garantoj ty sot që basketbollistat e ri sot po ti pyesësh për basketbollin që është luajt në periudhën tuaj, nuk e din kush ka qenë, nuk e din çka ka ndodhur, nuk e din. E mirë, ka edhe nga ata që thonë që atëherë s'ka pas basketboll. Kjo pastaj është që të kapësh duart me kokë sepse e diskutuam fillim vaso që basketbolli asaj kohe ishte në nivele të larta dhe në nivele të larta domthonë ne rrifshim atëherë Gjermaninë, Anglinë, këto po nuk rrifnim dot që nuk i rrifte njëri në botë. Ne në Kalari Anglinë e kemi rraf me 29 pikë. Me 29 pikë. E rrafim dot sot Anglinë? Po pra, ka pas një brez basketbollista shumë të mirë dhe nuk rrifshim dot dhe ne na bite pika kur na bite shorti gjithmonë po me Jugosllavinë. Na ka ra më shumë. Kështu që u mendoj që këto që i thonë që nuk ka pas basketboll atëherë. Në Holland kur ishim në eliminatorët të kampionatit evropian, kupton? Ku keni dalë shënuesi më i mirë atje? Po dhe atje s'ka rëndësi, unë po them, kemi humbur me Hollandën me 3 pikë. Me 3 pikë, duke qenë në para, po e shtyn lojën e zgjatën, sepse ku bën. Dhe ku është problemi? Në atë kohë, ne nuk mund të luajshim me Rusinë dhe s'mund të pranonim që arbitri rus në gjykonte ne. Pa. Dhe ishte caktuar 2 arbitra rus. Ne çfarë do bëjmë? Jo, do refuzonim se s'bën. O do të rigjeshim. Nga Federata Evropiane e basketbollit ishte trajneri i Oransodës, që ishte në Tiranë. Stankovic. Jo. Në rregull, s'ka rëndësi. Dhe shkojmë, i themi ati, unë me përgjegjësinë e ekipit, ishte shefi i klubit studenti në atë kohë. Si t'ja bëjmë? Ne o do të rigjemi, ose na zgjidh. Më në fund ai bëri vuri 2 gjerman. Humbëm ne me 3 pikë se do ishim me 3 pikë me çinu? Me Hollandën. Me Hollandën. Në Hollandë. Në Hollandë, po. Në Amsterdam. Dhe vjen puna në darkën e fundit që do iknim, ishim atje, më thret ai arbitri rus. Meritonit, fitonit, pas na deshët ne.